Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Me lejnë Allahut Azza wa Jall, sot do të nisim një libër të mrekullueshëm që flet për një temë shumë të rëndësishme dhe për cilën ne si musliman që jetojmë këtë vend kemi shumë nevojë për të. Dhe tema që trajton libri është at-targhib o tarhib, frikësimi dhe inkurajimi. Dhe libri përbëhet nga hadithe të profetit alayhi salatu wassalam që flasin për shpërblime të mëdha, ku shumë prej të cilave janë akoma të panjohura për ne, për ata që adhurojnë Zotin, duke përmendur punë të caktuara edhe shpërblimet për to, por në të njëjtën kohë edhe kërcënimin, paralajmërimin me dënim të fortë nga Zoti i lartësuar për ata që i neglizhojnë adhurimet e tij. Dhe libri është i dietarit të minjor të Islamit Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri, Allahu mëshiroft, që ka lindur në vitin 581 të Hijrit dhe ka vdekur në vitin 656 të Hijrit. Dhe në lidhje me këtë temë janë shkruar plot libra, por ky është nga librat më të bukur temës. Më të bukur të temës. Dhe fillojmë me hadithin e parë, dhe që është një histori shumë e bukur. Është një histori shumë e bukur të cilën na tregon ne i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe hadithi i parë është në temën e ikhlasit, sinqeritetit për Allahun. Thot i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam, tre persona nga popujt dhe umetet që kanë qenë përpara jush u nisën në një udhëtim, edhe nata i zuri pranë një shpellë. Hynë në të. Në transmetime tjera vjen që në atë natë binte dhe shi. Pra hyrja atyre në shpellë ishte nevojshme, jo vetëm se ishte natë, por edhe binte shi. Dhe dihet që në atë kohë nuk ka pasur këto lehtësira që janë sot, hotele apo vende për të fjetë etj. Hynë në shpellë, njerëzit stroheshin në shpellë si kafshët në atë kohë. Dhe papritur bie rreshtet një shkëmb i madh nga mali që e bllokon hyrjen e shpellës. Ata u përpoqën ta lëviznin shkëmbin, por shkëmbi ishte i madh dhe nuk lëvizte, dhe i thanë njëri tjetrit: nuk na shpëton neve nga kjo situatë vetë se Allahu i lartësuar. Prandaj secili nga ne të tre t'i lutet Allahut me ndonjë punë të mirë, të sinqertë që e ka bërë për Allahun. Filloi i pari, thot profeti alayhi salatu selam, dhe tha: o Zotin, o Allah, unë kam pasur 2 prindër të moshuar, të shtyrë në moshë, të cilëve u jepja përparësi në ushqim, pra nuk e ushqeja familjen time, gruan dhe fëmijët, pa i dhënë më parë ushqim prindërve të mi. Një herë u vonova, thot, duke mbledhur bim. Edhe kur erdha, prindërit e mi kishte zënë gjumi, pa ngrënë. Pa e sjellën, sepse nuk i kishte sjellë qumshtin herët, si që sillte në ditët e tjera, por u vënua, dhe ata pleq i zuri gjumi herët. Dhe unë e mbusha enën me qumësht, dhe e fillova t'i pres pranë kokës së tyre, që nëse u dilte gjumi, t'u ajipja ushqimin. Edhe qëndrova, thot, tërë natën pranë kokës së tyre me enën në dorë duke pritur, që nga çasti në çast nëse zgjoheshin, apo njëri prej tyre t'i jepja ushqim. Edhe pse fëmijët e mi rënkonin nga uria, unë nuk u dhash atyre. Derisa u zgjuan prindërit e mi, u dhash ushqimin, qumshtin, pastaj u dhash fëmijëve të mi. Prandaj o Allah, tha,
Nëse të punë, pra të sjellje të mirë, të bamirësi ndaj prindërve, e kam bërë për hir teje, për fytyrën tënde të nderuar, na lëviz shkëmbin. Shkëmbi lëvizi pak, thot profeti alayhi salatu selam, por jo aq sa të mjaftonte për të dalë nga shpella. Filloi i dyti të lutej dhe tha: "O Allah, unë kam pasur një të afërmen time, vajzë xhaxhaj, të cilën e doja më shumë se çdo njeri tjetër. Dhe e dëshiroja ato për veten, por ajo ishte ndershme, refuzonte. Dhe një herë thot, pllakosi tek ne uria, thatësinë e madhe, dhe kur tha thatësinë s'ka bimësi, ku s'ka bimësi ngordhin dhe kafshët. Pllakosi uri e madhe. Dhe ajo erdhi dhe më kërkoi mua ushqim, sepse ky kishte gjendje të mirë. Dhe unë thot, i dhash 120 dinar, monedha floriri, me kusht që ajo të më jepej mua. Të më jepte nderin e saj mua. Vjen në transmetime se ky person e donte aq shumë këtë vajzë, sa që punoi një kohë të gjatë, punë të rëndë, të madhe, për t'i bërë këto para, me qëllim që të ndikonte apo t'ja prishte mendjen asaj. Dhe vjen në transmetime tjera se kjo vajzë erdhi disa herë dhe në të gjitha herët ky i bënte të njëjtin propozim dhe ajo refuzonte. Pra donte të ruante nderin e saj. Por thot, kur erdhi tek unë thot dhe i dhash këto para, ajo pranoi të më jepej mua. Dhe në momentin thot që unë isha gati të bëja me të atë që dëshiroja, ajo më tha: "Ti frit Zotin dhe mos e shkel këtë unaz pa hak." Pra ishte një grua e martuar, vjen në transmetim që ishte grua e martuar. Pra mos më merr nderin sepse nuk të takon ty. Por nga uria e madhe, nuk gjeti mundësi tjetër, alternativë tjetër dhe e pa të arsyeshme që të bënte të gjë me kush që të jetonte ajo apo dhe familja e saj. Dhe kur më thartë fjalën u frikësova, tha. U frikësova dhe u largova prej saj dhe ja lash parat, edhe pse ajo ishte njeriu më i dashur për mua. Pra ky ishte bërë sakrificë, ishte punu që t'ja arrinte ti momentin. Por kur arriti këtë moment, ajo i tha të fjalë që janë gjurmë, ndikuan tek ai, e kapi frikën nga Allahu dhe e largoi atë. Prandaj tha: "O Zoti im, o Allah, nëse këtë gjë, pra largimin nga kjo vepër e keqe, që e dëshironte shumë, e kam bërë për hir të fytyrës tënde të nderuar, na lëviz të shkëmb." Tha profeti alayhi salatu sallam, shkëmbi lëvizi prap, por jo aq sa të mjaftonte për të dalë nga shpella. Filloi treti dhe tha: "O Allah, unë kam pasur një qirak, punëtor. Kam pasur disa qirak, thot, të cilëve u jepja rrogën në mënyrë të rregullt, pra në kohën që ishin rënë dakord. Dhe për aq sa ishin rënë dakord. Por njëri prej tyre një herë nuk erdhi, u largua. U largua pa marrë rrogën, edhe pse ishte bërë punën. Unë, thot ky personi, rrogën e tij e investova, duke përdorur termat e sotëm. Sa që në fund u bë një pasuri e madhe prej pronave, slevërve dhe bagëtive. Dhe vjen që mbas një farkoha dhe thot: "Jam filani, më jep hakun tim, donte rrogën." Unë i thash, thot ky personi i tretë: "Ajo ludin që është mbushur plot me bagëti është e jotja, merre." Ai tha: "Po tallesh me mua?" Sepse ky mendonte se do merrte disa para. Jo një pasuri të madhe të tillë. Sot edhe një lëndin me bagëti është pasuri e madhe. Jo më në atë kohë. Edhe sot është pasuri e madhe. Dhe ai tha: "Jo, por është haku jot." Dhe i dhash ato që kishte slevërit që ishin mbledhur sepse kishte investuar.
E ishte shtu pasurinë e tij ishte bler slevër që të punoshin, të merreshin me pronat, me bagëtit. Ja dhash të gjitha dhe ai iku dhe u largua. Prandaj o Zoti im, nëse unë këtë gjë, pra besnikëri ndaj pasurisë tjetër, hakut tjetrit, jo vetë besnikëri do të ishte të mjaftonte edhe vetëm të runte ajsa që i takonte, por ai bëri më të mirë dhe investoi. Prandaj o Zoti im, o Allah, nëse këtë gjë e kam bërë për fytyrën tënde të nderuar, lëvizë shtrëmbi. Na ndihmo të dalim. Shtrëmbi lëvizi, mjaftueshëm sa për të dalë, dhe të tre u larguan, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith është hadith i bukur, por nuk është thjesht një ndodhi. Edhe pse si ndodhi është shumë e bukur. Dhe po të vëmë re autori është e solli si argumentin e parë tek tema sinqeriteti. Pse? Sepse të tre këto persona kishin bërë vepër të mirë me sinqeritet vetëm për Allahun. Jo që ta lavdëronin njerëzit, jo që të duleshin te njerëzit, jo që të mburreshin te njerëzit, jo. I lavdërun apo jo njerëzit, i falenderun apo jo njerëzit, tek ata nuk kishte asnjë rëndësi kjo gjë, por vetëm të kënaqej Allahu. Edhe kur ndodhen në vështirësi, ky sinqeritet që patën për Allahun i shpëtoi. Pra shihni sa i rëndësishëm është sinqeriteti për Allahun në adhurim. Sinqeriteti për Allahun në adhurim të shpëton jo vetëm nga problemet e dynjas, por edhe nga zjarri i xhehenemit. Edhe nga zjarri i xhehenemit. Personi i parë, cila ishte historia e tij, kishte dy prindër. Dhe kishte një bamirësi dhe një sjellje të shkëlqyer me prindërit e tij, saqë nuk i jepte ushqim atyre, nuk i jepte ushqim familjarëve të tjerë, fëmijëve dhe bashortes, pa u dhënë më parë prindërve. Dhe tregoi se një rast u vënua dhe fëmijët po rënkonin nga uria dhe ai prapë nuk i dha. Normalisht që në fen ton lejohet. Dhe duhet që t'i jepte fëmijëve ushqim, sepse prindërit ishin në gjumë. Dhe përderisa fëmijët ishin zgjuar dhe kishin uri, duhet t'i jepte ushqim. Sepse çdo kush ka hakun e tij. Dhe nuk mund t'i privohet haku për shkak të hakut të dikujt tjetër. Por ky ishte shariati i atyre përpara. Ligj, rregull i atyre përpara. Dhe ne kemi thënë që rregullat e fesë tonë, e shariatit tonë, me të cilin erdhi Muhamedi alayhis salam, janë shumë herë më të lehta se ligjet që kanë pasur besimtarët në popujt e mëparshëm. Edhe megjithatë ky e bëri këtë gjë. Pra shihni subhanallahu, qëndroi gjithë i lodhur në punë, qëndroi gjithë natën zgjuar me ushqimin pranë vetes, duke rujtur që të zgjoheshin prindërit. Apo njëri prej tyre dhe t'i jepte ushqim. Për kujdesje e madhe. Dhe sjellja e mi me prindërit nga adhurimet më të mëdha. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dhe Zoti yt ka dhënë urdhër dhe ka caktuar që të adhuroni vetëm atë dhe me prindërit të silleni mirë. Detyrimi më i madh që ka njeriu është ndaj Zotit. Ndërsa detyrimet më i madh që ka ndaj njerëzve në radhë të parë janë prindërit. Sepse prindërit janë sebeb që të jenë këtë botë. Prindërit janë njerëzit që kanë sakrifikuar më shumë për ty se çdo kush tjetër dhe me sinqeritetin më të madh. Nëse shoku të bën një të mirë, do ka interesin, do t'ia kthesh. Kurse prindërit ja ktheve, si ja ktheve, ai nuk bëhet pishman për të mirë, për kushtimin, për kujdesjen, shpenzimin që ka bërë për ty. Lumturia e tij ka qenë lidhur me lumturinë tënde. Kur ti ke qenë i sëmur, ai ka qenë i mërzit pa gjumë. Kur ti ke qenë i gëzuar, edhe ai është gëzuar për gëzimin tënd. A ka njerëz të tjerë të tillë përveç prindërve? S'ka. Nuk ka. Prandaj Allah subhanahu wa taala urdhëroi me një herë pas adhurimit pas tij, sjelljen e mirë me prindërit. Dhe sjellja e mirë me prindërit vëllezër nuk është e lehtë. Sepse janë njerëz me të cilët qëndrojnë me ty për vite të tëra. Pra të duhet durimi vazhdueshëm, ndonjëherë mund të jenë të sëmur.
Ka nevojë për kujdese, ti shërbesh. Ti ofrosh diçka, të shpenzosh për ta. Nuk duhet ta bësh me mërzitje. Dhe as duhet të treguar në fytyrën tënde lodhje dhe mërzitje me prindërit. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin që përmendëm më parë, qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Adhuroni vetëm Allahun dhe me prindërit si një mirë, e nëse ata të dy apo njërin prej tyre i ka kapur pleqëria pranë teje, mos u thuaj atyre as uf. Fjala më e vogël që mund të shprehësh pa kënaqësinë, kjo është uf. As kaq nuk lejohet i thush. Mund të kërkoj gjëra njëra pas tjetrës, dur bjerë. Nuk lejohet uf. Mund të duhet ta përsërisësh të njëjtën fjalë disa herë se nuk dëgjon më. Ose ka dëgjimin e dobët, mos u mërzit. Sepse edhe ti kur ke qenë i vogël, ja ke kërkuar ta përsërisi të njëjtën fjalë disa herë. Dhe ai asnjëherë s'është mërzit, por me kënaqësinë më të madhe e përsërisë prap. Wallahi, kush i ka prindërit gjallë, ka mirësi dhe begati të madhe. Edhe nëse ti nuk ke mundësi ti ofrosh mirësi atyre, se mund të jesh larg, por dije që bëjnë dua për ty. Kur flisja me nënën time në telefon, Zoti e mëshiroft, në fund gjithmonë bisedën e mbyllte me dua për mua. Dhe koha që bën të dua ishte më e gjatë se koha e bisedës. E ndonjëherë Allah më mëshiroft. Ndonjëherë sikur mërzitesha që ma myllë. Tani i kujtoj. Dhe them, sikur të kem një njeri të tillë që të vazhdoj të lutet kaq shumë për mua. Dhe ndoshta shumë mirësi që ne i kemi mund të jenë fryt i duave të tyre. Mund të jenë fryt i duave të tyre. Prandaj ti kesh prindërit gjallë, vallahi është mirësi e madhe, sepse janë një rast i mirë për të mbush me sevape. Një grotuaj që i ofron, një mirë mbrëma, një mirë mëngjes që i thu, sevape për ty. Një buzëqeshje që i dhuron, një shërbim që i ofron, sevape të mëdha për ty. Kur i bën me sinqeritet për Allahun. Por mund të ketë edhe prindër problematik, që kanë sjellje jo të mirë, apo kanë vese të rënda, bëj durim, bëj sabër. Jati Ibrahimit a.s. që ishte vesin më të keq, cili ishte i dhujtar. Dhe kur komunikonte Ibrahimi a.s. me të dhe ftonte në adhurimin e Allahut në Islam, çfarë i thoshte? Ja e beti, o babushim, o babai, mos adhuro shejtanin, adhuro Allah. O babai, më ndiq mua, se Allah më ka dhënë shpallje çka nuk të ka ardhur ty. Edhe pse jati u sol keq me të, kërcënoi që do ta vriste, ai prapë u largu me paqen nga jati. A ka ves më të rëndë se ky? Ja. Prandaj bëj sabër. Bëj durim, se shpërblim ke. Dhe sjellja vëllezër me prindërit është borxh. Si të sillesh, do të sillen me ty, mijet e tu me ty. Një profesor im atje tregonte, thjesht një shembull për ta bërë më të qartë. Shkova një herë thot vizitet nëna ime, e moshuar, dhe e pash si të lodhur pak, pra nga pleqëria, dhe fillova t'i fërkoj këmbët, si masazh i lehtë, këmbët. Dhe ajo me dua, Zoti ta shpërblev, kështu ta bëfshin dhe fëmijët e tu, etj. Urtëva në shtëpinë time, sa ula aty thoshte në divan, vjen një nga fëmijët e mi dhe më fërkon këmbët. Subhanallah. Sa shpejt u pranua duaja e prindit. Prandaj thot profeti alayhis salam, duaja e prindit për fëmijën e tij është e pranuar. Duaja e prindit për fëmijën e tij është e pranuar. Prandaj sillu mirë me prindërit, ofroj shërbej atyre se çdo dua që del është e pranuar. Sepse e bëjnë me gjithë zemër, jo me interes. Nuk duan asgjë prej teje në këmbim. Ja ktheve, si ja ktheve, ata s'bën pishman për duat që kanë bërë për ty.
Dhe nuk do të gjesh njerëz në dynja që sakrifikojnë më shumë për ty se sa prindërit. As gruaja, as fëmijët. As gruaja, as fëmijët. Prindërit. Dhe i dyti cili ishte? I dyti ishte që donte të bënte zina, imoralitet. Dhe kishte kohë që e dëshironte këtë gjë. Dhe e donte shumë atë vajzë. Keni parasysh një djalë i ri kur marroset mas një vajze, si bëhet? Vetëm aty e ka mendjen. Dhe ky punoi, grumbulloi pasuri që t'ia prishte mendjen asaj. Dhe në momentin që kishte mundësi të bënte me të atë që dëshironte prej kohësh, ju kujtua Allahu dhe u frikësua nga Allahu dhe u largua nga ajo gjë. Dhe la të pa dëmtuar atë vajzë. Tregohet një histori tregohet se një grua, një burri në udhëtim me sipër ju afrua një gruaje të huaj. Ka ndodhur më parë. Dhe i tha hajde, pra të bëjnë imoralitet. Hajde, tha, se s'na shef njeri, tha. Përveç yjeve që janë në qiell. Ajo i tha, na shef Zoti i yjeve. Njerëzit nuk ta shohin, por na shef Zoti i yjeve. Dhe kjo mjafton. Dhe u largu. E kuptoi, reflektoi dhe u largu. Prandaj vëllezër, ai njeri, ai djalë i ri që përpiqet të ruajë nderin e tij, edhe pse zinaja sot Allahu na rrit të zbërë lehtë, ai djalë i ri që përpiqet të ruajë ndershmërinë e tij, wallahi ai është burr. Ai është burr. Dhe ai ka shpërblim të madh tek Allahu. Sepse Allahu e don ndershmërinë. Dhe e ka ndaluar imoralitetin. Dhe ka premtuar shpërblimet më dha për atë që ruan nderin e tij. Ai është burr, ai që ka vlera, virtyte. Jo ai që lëshohet mbas çdo gjunafi, çat gjunafit i dali përpara bën. Jo. Por ai që i frikësohet Allahut, ai është burr. Ai është besimtar i vërtet me iman të fortë. I treti cili ishte, dhe kjo rasti të tretit është shumë i rëndësishëm sepse shkelja të drejtave të punëtorëve në kohën e sotme është bërë shumë fenomen i përhapur. Shihni çfarë sjellje të mirë dhe çfarë besnikërie kishte ky pronar me hakun e punëtorëve të tij. U largua punëtori pa marrë rrogën. Do t'i mjaftonte ti që thjesht qarunte atë sasi rroga dhe kur të vinte ja jepte kaq. Jo. Pra i dëshironte të bënte më të mirën. Rrogën e tij e investoi. Bleu tokë. Bleu barti. Bartit u shtuan. Filloi të shiste nga prodhimet e tokës, të shiste nga bartit. Bleu dhe slaver punëtor që t'i duheshin për punuar tokën për të mbajtur bartit. Njëri pas tjetër, dhe erdhi këtu mbas disa viteve, dhe kur kërkoi rrogën e tij dhe mendonte që do merrte një grush para ndoshta, një grush monedash ndoshta, ai i tha, çfarë të shes syrin atë lugin me barti është e jotja. Dhe çfarë ke aty për punëtorëve, slaverëve janë të tujët. Dhe ja dha me zemërgjerësinë më të madhe, pa ndjer pishman. Po të bëj banon, po vetëm rrogën ti jepja. Dhe si isha hynar. Ja. Ai donte më të mirën. Atë që ishte më i mirë tek Allahu. Ai donte shpërblimin e Allahut. Dhe shihni vëllezër, këto tre persona bën të tre vepra të mira, të cilat Allahu ja ruajti dhe ja përmendi deri në kiamet me anë të hadithit të profetit alayhis salatu wassalam. Ne nuk i dim kush ishin këta persona, emrat e tyre, nga ishin këta, kujt i përkisin këta. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka vepra e mirë. Allah i bëri të mbesin gjallë. Dhe sa herë të lexohet ky hadith, sa herë besimtarët frymëzohen nga ky sinqeritet, ata marrin shpërblime, edhe pse kanë shekur që kanë vdekur. Dhe nuk i dihen më as varret, dhe as se kujt i përkisnin. Por dihet tek Allahu se kush janë. Dhe kjo mjafton.
dhe dihet tek Allahu se çfarë bën dhe kjo mjafton. Prandaj vëllezër, thot profeti alayhis salam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay, mos e nënvlerëso asnjë punë të mirë. I 200 lekë që jep sadaka, i lexim ajetin Kurani, i dhikr që e bën, i gotë ujë që i ofron prindërve, apo një bindje që bën ndaj tyre, kur nuk të kërkojnë diçka që është haram. Nëse prindit kërkon diçka që është haram, nuk lejohet i bindesh në këtë çështje. Ama në çështjet e tjera ke detyrë të bindesh. Nëse prindi thot për shembull mos shkon në xhami, a duhet i bindesh? Jo. Sepse Allahu na kërkoi ta adhurojmë atë, dhe Allahu është i pari. Dhe Allahu është i pari, dhe llogarinë do e japim te Allahu, do e japim te prindi. Dhe nga dënimi në botën tjetër na shpëton vetëm Allahu dhe askush tjetër, as prindi. Dhe në xhenet na fut vetëm Allahu dhe jo prindi. Ai që na krijoi, ai që na furnizon është Allahu dhe kthimi jon është tek Allahu, jo tek prindi. Por në çështjet e tjera duhet i bindemi. Për shembull, shko bli burr, po marrim shembuj të rëndomtë, ose shkoj çoj të gjë tek filani, ose msilli gotuj, ose tu duhet i bindesh. Ama në çështjet që kërkon diçka që është haram, jo. Prandaj ai vepër mund të jetë e vogël, thot profeti alayhis salam, ndodh që besimtari jep sadaka diçka të vogël, por Allahu përkujdeset për të dhe gjen për të sadaka, mund të dhënë për shemb 200 lekë. Diçka e vogël, por e ka bërë me sinqeritet, aq të pastër, aq të fortë, sa që gjen tek Allahu male me sevapën ditën e Kiametit, ditën e gjykimit. Male me sevapën. Sinqeriteti. Prandaj autori prandaj fillon edhe librin e tij me sinqeritetin, duke na treguar neve që ti o lexues, që do të lexosh të libër, fillo të pastrosh niyetin tat, sinqeritetin tënd. Pse po i lexon këto hadithe? Për hir të Allahut, që të bësh më i mirë tek Allahu, apo që të dish diçka dhe të mburrësh tek njerëzit? Jo, që të bësh më i mirë për hir të Allahut të lartësuar. Elusim Allahun Azza wa Jall, na bëj neve të sinqert, ti pranoj punët tona të mira, ti fali gabimet tona, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.